në madhështore që organizohet për shkak të muajit të Ramazanit, pasi që edhe nuk ka mbetur edhe shumë orë kur ne do të bëhemi pjesë e këtij muaji madhështor. E sa shihet mirë ka Ramazani, Shkupi është dëshmitar për këtë. Atmosfera që krijohet bën që të lë përshtypje të paharrueshme në memorien tonë. Për të bërë pjesë e kësaj memorie, iniciativa veproi mendoi ta organizoj këtë tribunë me shpresë se kjo do të jetë motiv dhe shtysë për një Ramazan të paharrueshëm. Për fillim, e ftojmë Hafez Xhemail Luhion që të lexon fjalën më të bukur, fjalën e Allahut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي
أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. E kur fjala e bukur lexohet mrekullueshëm, me të vërtetë që të lë pa mend. Tani e ftojmë edhe ilahisin Adem Ramadani që t'i bashkangjites hafëzit në një ilahi dhe pastaj vllahun ton Muharrem Çahili për një ilahi tjetër. Lumet na kush po na vjen dhe shumë të mira po na bjen, kush I banin po na shton Ramazan o fation. Kush I banin po na shton Ramazan o fation. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Lumaj që ta din ty vlerën, për gjennet e ka qelderën, veprat I mira kush sa të mund, shumë fish Zoti na I pagun. Veprat mira kush sa të mund, shumë fish Zoti na I pagun. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Çdo ditë me gëzim po kalon, ti mes vete na afron, e si kur Zoti ta ban, që çdo herë tjetë Ramazan. E si kur Zoti ta ban, që çdo herë tjetë Ramazan. Mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. E mirë se erdhe Ramazan, ti e gëzon çdo musliman, që një vjetë mallim ka marr, në akşam me baj iftar. Lumë shiqër me goj me thon, mirë se vjen o Ramazan. Kam nevoj për shumë mëshirë, me kalu këtë vit ma mirë. Kam nevoj për shumë mëshirë, me kalu këtë vit ma mirë.
fal namaz në gjami, ligjeratan shumë knaci, për iftarën sa ka lezet, shtoje Zot këtë bereket, për iftarën sa ka lezet, shtoje Zot këtë bereket. Jep le moshe sadaka në iftar, jep le moshe sadaka në jetiman fukara, me lezo ma shumë Kur'an, zemrën bushe plotiman. Me lezo ma shumë Kur'an, zemrën bushe plotiman. Zoti ma fale me nder, që jam gjallë dhe si vjen, Ramazanin e kamri, kërkoj falje me lonsi. Ramazanin e kamri, kërkoj falje me lonsi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Muhammedin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimi takon Allahu Dhul Jalal, i cili na ka bërë pjesëtar të këtij dini të madh. Salavatet dhe selamet ja dërgojna Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, familjes së tina të pastërt, shokëve tina të rima dhe besnik, dhe të gjithë atyre të cilët kanë dëshmuar që Allahu një është, dhe se Muhammedi sallallahu alaihi wasallam është i dërguari i fundit i tina. Fillimisht shfrytëzoj rastin me ia bë për hajër ardhin e Ramazanit në emrin të kryetarit të Bashkisë Fesë Islame Sulejman Efendi Rexhepit, e pastaj në emrin të muftiut të Shkupit Rexhep Jusufit, të gjithëve pra për hajër ju koft. Nuk jam këtu për më mojt ders, pasi që dersi edhe ligjërata më e madhe jeni ju, të cilët jeni këtu përpara neve. Inshallah Allahu Dhul Jalal ju shpërblen. Se pa dyshim se cili prej juve, kur ka pa këtë lajmërim dhe këtë informim se sot në qarshien e Shkupit do të ketë një gëzim, edhe do t'ju thohet mirë se ardhje mujt më të mirë të cilin e din Shkupi, kjo pra është një gëzim në veçanti, për të cilin gëzim duhet me folë se Allahu Dhul Jalal në Kur'an po na mëson dhe po thot fa amma bi ni'mati rabbika fa haddith, për nimetet të cilat Allahu Dhul Jalal ja ka dhënë, folni pra. E nimetet të cilat Allahu Dhul Jalal na ka dhënë pa dyshim që është kjo liri, nëpërmjet të cilës kemi mundësi me shpreh atë dashni të cilën e kemi në përzemrat tona. Kemi mundësi me shpreh atë dashni të cilën e kemi ndaj Ramazanit, por jo vetëm se me zemër, por edhe haptazi. Inshallah Allahu Dhul Jalal pranon këtë dashni prej neve, se çaj i cili e don Allahun edhe e don pejgamberin, do të jetë në shoqëni me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ndërsa kitubim edhe një herë është një dëshmi se ky Shkup e don Allahun, e don pejgamberin, e don dinin e vet, din me u gëzu me ibadetet të cilat Allahu Dhul Jalal na i ka shkruar, edhe me padurim presim që me ardha ta minuta e më u drejtu Allahu Dhul Jalal edhe më thonë o Zot, unë për ty pa gjinoj. Ai njeri i cili i thot Allahu të vet, unë për ty pa gjinoj, Allahu ju drejtohet atina i thot, e saumu li wa ana ajzi bih,
agjerimi bëhet për mu, edhe unë jam ai I cili e shpërblej robin tim. Lusë Allahun dhul gjelal që të gjitha ata të cilët janë bën gati për këtë maraton, që Allahu dhul gjelal mi u dhon forcë edhe me I shpërbly. S'ka dyshim se ka prej vëllezërve tanë të cilët kanë qenë me neve gjallë deri në këtë moment, por sot nuk janë. I kemi përcjell për në ahiret, ndërsa neve Allahu dhul gjelal na ka dhënë jetë, e çka është hala më e mira, na ka dhënë edhe shnet. Për atë arsye në një hadith të madh, me të cilin po I drejtohet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shokëve të vet, po I përmend këto dy nimete të mëdha në momentin kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte duke hyp në mimberin e vet, edhe tha amin. Pastaj përsëri e bani një hap manalt në mimberin e vet dhe përsëri tha amin. Dhe pastaj përsëri e bani një hap në mimberin e vet, edhe përsëri tha amin. U çuditën shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam prej kësaj vepre të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, se nuk I kishte pas tradit herave tjera kur hypke në mimberin e vet që thot amin. E I than: o I dashmi Zotit, çka ishte ajo çka bone amin? Thot: vallahi, në ato momente më erë Gjibrili alayhi salam, edhe më tha: mallkimi Allahut kof mbi një njeri të cilit Allahu dhul gjelal I ka dhënë jetë, edhe I ka dhënë shnet, dhe ja ka mundsu me hinë muajin Ramazan, e ai nuk bëhet sebeb për me I fshi gabimet e veta, edhe për me I fshi mëkatet e veta, dhe nuk umet asgjë tjetër përveç se me thonë amin. Ndërsa fjala amin, çka do të thot? Do të thot: o Zot, prano prej neve këtë lutje, të cilën do thot e tha Gjibrili. Pastaj kur hypi në shkallën e dytë, përsëri Gjibrili alayhi salam I tha: mallkimi Allahut kof mbi një njeri të cilit Allahu dhul gjelal ja ka dhënë babën edhe nanën, apo ja ka dhënë njënin prej të dyve, e ai nuk bëhet sebeb që me hizmetin të cilin ja ban prindëve të vet me fitu xhenetin, dhe nuk umet asgjë tjetër përveç se me thonën amin. Dhe në shkallën e tjetër tha Gjibrili: mallkimi Allahut kof mbi një njeri që kur përmendet emri jot, ai nuk çon salavat mbi ty. Për atë arsye pra, e kemi prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që sa herë ta përmendmi emrin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, me çu salavat mbi emrin e tina të ndershëm. Dhe nuk I met kur gjon pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përveç se me thonën amin. Ashtu që ki hadith I madh I Rasulullah sallallahu alaihi wasallam është për të përshëndet, edhe është për mja ditën kimetin, se çfarë vlere të madhe ka ki muj, në të cilin muj Allahu dhul gjelal I hap dyert e rahmetit, e I hap dyert e magfiretit, e I hap dyert e faljes, dhe ai I cili ju drejtohet Allahu dhul gjelal me agjerim, edhe ju drejtohet Allahu dhul gjelal me namaz nate, Allahu dhul gjelal I afshin gabimet të cilat I ka bon, po edhe një paspasht gabimet sa në shku me detit. Lusë Allahu dhul gjelal për mu dhe për ju, që Allahu dhul gjelal me në dhonë ymër, edhe me në dhonë shnet që me hinë këtë muj. Lusë Allahu dhul gjelal me në bon për atyreve të cilët agjerojnë këtë muj. Lusë Allahu dhul gjelal që me në I falë gabimet, se nuk ka njërë pa gabime, ndërsa më I miri prej neve është ai I cili kërkon falje për gabimet e veta. Edhe njëherë ju falënderoj për ato hapat të cilat I keni bon, për me ardhe dhe me zbukuru këtë qarshi me nurin të cilin Allahu dhul gjelal ja ka dhon juve. Lusë Allahu dhul gjelal që për juve dhe për familjet e juaja mi u dhon të mirat e kësaj bote edhe të mirat e ahiretit. Fjala e ime e fundit është: walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu shpërblet për këto këshilla. Tash këtë pjesë dytë të kësaj tribune,
Fjallën japim Hazbit Therës, na shto bo hazër edhe kjo vlla. Dhe pastaj në pjesën e dytë vazhdon Adem Ramadani së bashku me Gjemal Nuhien edhe dy ilahi tjera. Faleminderit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju përshëndes përzemërsisht gjithë të pranimshmive. Posaçërisht kur bën fjalë për tribuna fetare, unë sa jam i dalluar ka dal. Domethënë edhe prezenca ime këtu është e dalluar, nuk jam ulur, po jam kam. Mirë, po kur bën fjalë për tribuna fetare islame, unë jam më i dobë se këta tjerë, patjetër nuk diskutohet, pasi që unë jam sikur ju, publik që kënaqshna duke ndëgju këta, e normalisht jam këtu për një relaksim. Duke pas parasysh se gjua letrare s'ka fond, unë për momentin s'kam letra me shtingue me fol ma letrarisht, ka me fol pak ma popullorqe. Ju përshëndes përzemërsisht, sinqerisht, në klapa në thojza, gjegjësisht, pavarësisht, ju dua sinqerisht. Faleminderit shumë, i përshëndes hoxhallarët e nderuar, i përshëndes bilbilat që këndojnë ilahia dhe Kur'an, hafëzi i nderuar, i përshëndes kamera original kosht, në krye me sunën, përshëndes sigurimin kemën i cili është në anën time të majtë, në anën juaj djathtë, përshëndes publikun, patjetër edhe këta që i ngjizojnë zezi, përshëndes krejt, edhe pleqt i përshëndes. I përshëndes edhe ato kolla që janë, rastësisht që kanë kalu që janë nalë, edhe ato që kanë orë special. Ato që kanë orë special, ma shumë i përshëndes. Ama edhe ato kolla që kanë ardhë mos banë me rak, ngelen të përshëndetur. Edhe një përshëndetje për dajën tem special, të cilë është atje për mas, harova me përshëndet, e përshëndes dhe e dua shumë. I përshëndes edhe bilbilat, i përshëndes edhe ato që janë në për dyqane, ama ju veni interesant, qka të fola zbija edhe ato i përshëndes. Okej, sepse unë jam lulja e pranverës, unë jam qelë si derës, unë jam stub i atmosferës, unë jam fund i karierës, sunja shkon kush Hazbitherës, se Hazbithera i mirë nuk ta mendon sherin, Hazbithera i bardh nuk ta bje kur terin, Hazbithera i Apple se njef kompjuterin, Hazbithera i amël problem me sheqerin, Hazbithera i shpejt kalon shumaherin, që jam një qarshi vërtet e kam nderin, po pasha Allahun s'ka nevoj me mvet. Në shkup Ramazani vërtet ka lezet, ka plot bereqet, e kini pa vet, muaj i begatshëm për plot me rahmet. E mora do shkronja e i bona fjal, i mora shumë fjal, Hazbithera tash munësh me thonë s'po di mu nal, e fjal pas fjale u ban shumë fjali, fjali pas fjali u ban poezi, poezi e bukur që isha kam adet, ose në klapa poet, i veç palur në vet, edhe du mu ju përshëndet, mi ju përshëndet gutu i thamë selamit e me shku me trokit qdo zemër të muslimonit edhe mi thonë pre Hazbitherës për hajrë në kof muaj i Ramazanit. Zoti me mundsoft me agjeru këtë muaj të mëshirës. Faleminderit shumë për emocionet që i tregoni. Unë e ma shumë se ju kam emocione për momentin. Mos ta bimi punën, si kur njanit i thash, pse be vëlla thash, ti s'ma Ramazan, tha, unë e kam emnin Bajram. Po be zotni, thash, ti e ke emnin Bajram, vesh edhe në botën tjetër, bash katran, mos haro. Për atë arsye, banja qefin vetit tanë edhe agjerë muajnë Ramazan, këna që vetin tanë. O insan, mos u ban klapa, hajvan, kërkoj falje. Shkëm edhe me një shtos interesant, që më ka marrë malli me tregue. Kish pas shku njani të hoxha, edhe kish pas vetë, hoxha a ban me ngu gruën. Hoxha zërë kish pas hekpi grus, ki tha nuk ban një kako, hiq. Edhe ki thot, izën hoxha se shkova. Të shku ki hoxha i thot, po ka dalë me rbirë, pse më vete? Po më tha gruja masina ki falë 30 ditë Ramazanit me t'i prun një 200 euro, ama me si zbëj ka me ngu gruën, kur s'tja pa të pare eq. Për shta duhet me mendu njerit qka ban, qysh ban, tek ban. Një rast interesant, për fat të keq, në treva tona shqiptare, duke u e pa më argumente, hajnia u ka përhap shumë, e vjedh me madhe në parlament, e vjedh me madhe në qarshi, e vjedh me madhe në shkolla, e vjedh me madhe kamos. Bile, as shumë që kam ri e vjedh me madhe, njoni shkoj e parkoj bicikletën të parlamenti aty. E kalon bicikletën aty, vend sigurimi me njerë, tak, thot, a jem vetit ku parkohet bicikleta para parlamentit. Ke rifi naiv ka thonë, falbe harova me lidh bicikletën këtu, edhe e ka lidh.
ka menu që du të me lidhë, sa atjet të vjedhin të fakanosin. Bile për politikanët e kam një të fala shumë, ata së më folin pa dur, me bo ndeshjen e politikan, me thi dorën shkon parlament punë, se së më fol pa duraj. Apo mërvesh. E këshim pas zbulu një qenë, sigurisht që kini pa këto qenë vuqakt në për filma që i zonë drogë, hajna, që i reklamojnë Evropa. Qasi qeni, shumë i zoti qeni, e morin atë qenin në teste e qojnë në Kopenhagen. Ki qenë për 24 orë i ze 3 hajna. Qeni shumë i rrezikshëm, shumë punëtor, e morin e qojnë në Turqi, në Istanbul. Për 24 orë qeni i ze 4 hajna. E morin qenin e qojnë në Amerikë, Nusa. Për 24 orë në Amerikë qeni i ze 7 hajna. E morin qenin edhe e bin shkup. Për 24 orë e kam vjedhë qenin. Do me thonë, hajnia në binivel, për fatë shumë të keqë. Ndihemi shumë të keqë ardhur. Edhe një shtos, edhe nuk ju marrë ma shumë ko, nuk du mi o prish zemrat të tua me shumë buzqeshje, duke pas parasysh se i kemi këtu o gjallarë tonë të ndëruar. Ish paskon njani edhe vetë tjetër në thotë, sa ati, kjo veç këshirë ka dili, thotë sa ati është 12:45, 12 minute, 65 stotinka. Kjo e këshirë sa ati për një me qasho, thotë pika e gjete, thotë me dilun e kam. E shot dilin edhe e di me njerë sa ati. Po thotë natën kur s'ka dil me qka e shef shka sa ati, e thotë natën e shof me ilahit Adem Ramadanit. Thotë qysh bashtu, thotë e lësheni ilahit Ademit në ditë natës, pësat ka zan, del këshia në gjam, thotë, ku shoba i budal që në 2 gjys natës s'ka shlu ilahia, be? Edhe e merë verson sa ati. Ju dua shumë, selam aleikum. Dërmje 12 muajve, ti shkën qenë si djelin qenë, ti e këzën gjda musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. Ti e këzën gjda musliman, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. Mirë se vjen për botën bat, Zotit ka madhrun Kur'an, që një vit të pres me ardhë, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. Që një vit të pres me ardhë, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. Në aksham sa gzimi ma, shtrohen sofra për iftar, muezini thret ezan, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. Muezini thret ezan, ej mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. E ke një natë shumë me vler, është sa njemi muajtje, lumë qënë presim mu i madhë, ej mubarek Ramazan, mirë
vjen o Ramazan, gzim për musliman. Lumë qënë presim mu i madh, e i mubarek Ramazan, mirë se vjen o Ramazan, gzim për musliman. Bunja l-Islamu ala خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لا أعبد في الكون إلا الله ورسولي للبشر هدى بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا وأكلم ربي خمسا أطهر بدني بصلاة بوضوعي بركوعي بخشوعي دوما ألقى بني الإسلام على خمسة أركان في دين صوم وصلاة وزكاة حج والشهادتين شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إقامة الصلاة إيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا Osan shumë lumtur jam, më ketin më keti Islam, falenderoj o Allah, që më bëre musliman, falenderoj o Allah, që më bëre musliman, je i pastar e pat me tam, fjallët e tu Allah janë të vërteta, i madhreshëm je Zotim, vetëm ti të bëj madhurim, i madhreshëm je Zotim, vetëm ti të bëj madhurim, je i vetmi Perëndi, e krijove gjithë krejt gjallësin, je i vetmi që adhurohet,
me namaz robi të afrohet, je i vetmi që adhurohet, me namaz robi të afrohet. Kush prej të Allah ndim kërkon, për asgjë s'do t'jet pishman. Alhamdulillah ja Allah, që më bëre muslima. Alhamdulillah ja Allah, që më bëre muslima. Selamu alaikum, ju përshëndes të gjithëve, ne jemi surpriza e iniciatives. Assalamu alaikum. Mbushe zemrën me iman, me lexo vëlla Kur'an, se kjo fe është dritë e nur, i vetmi din i pranon. Mbushe zemrën me iman, me lexo vëlla Kur'an, se kjo fe është dritë e nur, i vetmi din i pranon. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat këtu i ki, shpëto vetën ti ardhla, në hiretën ke dunja. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat këtu i ki, shpëto vetën ti ardhla, në hiretën ke dunja. Kur ndëgjosh vëlla e zan, me ravde se fal namaz, shpëto vetën ti ardhla, në hiretën ke dunja. Kur ndëgjosh vëlla e zan, me ravde se fal namaz, shpëto vetën ti ardhla, në hiretën ke dunja. Në nderove me didrita, me Kur'anen, me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Në nderove me didrita, me Kur'anen, me sunnet, Muhammedin ton të dashur, na e zgjodhe pejgamber. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat këtu i ki, shpëto vetën ti ardhla, në hiretën ke dunja. Pa Islam s'ka lumturi, gjithat mirat këtu i ki, shpëto vetën ti ardhla.
نحيرة كدنيا. Pastaj surprize, kemi edhe një surprizë tjetër. Iniciativave pra, njët si iniciativë e njerëzve të cilët kanë vullnet lirë për të bërë punë të mira. Pasi që kemi shumë njerëz që kanë gojën e ëmbël dhe zërin e mirë, atëherë si surprizë vjen edhe vllau Ilber Aliut, të cilët e ftojmë në skenë. S'ka emër më të mirë se emri Allah, paket emër të bukur s'frimon kjo dynja. S'ka emër më të mirë se emri Allah, paket emër të bukur s'frimon kjo dynja. Emri Allah, ma I madhi emër, zemra më qetësohet kur e thas me zemër. Emri Allah, ma I madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Kur shpirtin ma mundin dhimbjet në ketë bot, forcën unë e marr, nga ty o fuqi plot. Kur shpirtin ma mundin dhimbjet në ketë bot, forcën unë e marr, nga ty o fuqi plot. Emri Allah, ma I madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Emri Allah, ma I madhi emër, zemra më qetësohet kur e thras me zemër. Vetëm emri Allah më mbërson lumin e jetës. Vetëm emri Allah më udhëzon drejt të vërtetës. Vetëm emri Allah më mbërson lumin e jetës. Vetëm emri Allah më udhëzon drejt të vërtetës. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të madhit Allah, të mëshirshmit, ai I cili na udhëzoi në Islam, e falenderojmë Allahun subhanahu wa taala që na bëri pjesëtar të Islamit, fe e vetme e pranuar të Allahu subhanahu wa taala. Paqja mëshira Allahut qoftë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij, shokët e tij dhe gjithë ata që ndjekin rrugën e Islamit. Falënderim të veçantë këtyre vëllezërve që më bë shkak që të bohemi në prag të muajit Ramazanit dhe të shprehim gëzimin ton për mirëseardhjet këtij muaji të veçantë që e veçoi I madhi Zot. Besimtarë të nderuar, muaji I veçantë, muaji Ramazanit, e veçoi Allahu me shumë veçuri. Në dynja, Allahu Azza wa Jall krijoi botën dhe vend të veçantë e bëri Mekën, Qabën. Allahu dërgoi pejgamber, prej gjithë pejgamberëve veçoi Muhammed Mustafa alayhis salam. Allahu zbriti libra, prej librave dalloi Kur'anin tibyanan li kulli shay, sqarues të çdo sendit. Allahu Azza wa Jall na krijoi neve që të madhrojmë Allahun vazhdimisht deri në momentin që e kemi jetën. Por ky adhurim don përkushtim të veçantë në këtë muaj të veçantë që e ka veçuar Allahu subhanahu wa taala dhe e bëri muajin e Ramazanit
shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran, muaj të veçantë që i ndriçoi zemrat e njerëzve me zbritjen e Kur'anit para 1400 viteve. Allahu e bëri të veçantë këtë muaj, se ky muaj është i mëshirës. Allahu vazhdimisht është mëshirues, por mëshira e Allahut në Ramazan është më e veçantë për robërit e tij. Allahu e bëri këtë muaj të faljes, se ne jemi gjunahçar dhe falja e Allahut më e madhe është në Ramazan. Allahu e bëri muajin e Ramazanit e veçoi muaj të durimit, se besimtar duhet të adhuruar Allahun më shumë dhe prandaj Allahu i don durimtarët. Allahu e bëri këtë muaj të veçantë, muaj të bujarisë, muaj të lutjes, ku njerëzit janë më bujar, njerëzit janë më tepër që lusin Allahun subhanahu wa taala për shkak veçorisë së madhe që ka ky muaj. Muaji i Ramazanit është muaji i shpërblimeve të mëdha, që ka ardhur në argumente të shumta në Kur'an dhe në Sunnet, që Allahu ka përgatitur shpërblim të veçantë për njerëz të devotshëm që garojnë në vepra të mira. Këtë më së miri na tregon profeti jon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e tij, i cili ka thënë: "Atakum Ramadan shahrun mubarak", ju ka ardhur juve muaji Ramazanit, muaji i begatshëm, me shumë begati dhe shumë dhunti të shumta. Farradallahu alejkum siyama, Allahu na ka obligu në këtë muaj agjërimin, në këtë muaj qelën dyrët e qiellit, në këtë muaj tregon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam mbyllën dyrët e xhehenemit, në këtë muaj prangosen shejtant, në këtë muaj i veçantë është një natë e veçantë, natë më e vlefshme se sa një muaj, nata e Kadrit. Dhe thot profeti jon Muhamedi alayhis salam, kush privohet nga kjo është privuar nga shumë të mira. Prandaj i humbur është ai, ose i pafat është ai, thot pejgamberi alayhis salam, i cili vjen Ramazani dhe nuk e fiton shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Besimtar të nderuar, burrat e parë gëzoheshin dhe e pritnin këtë muaj me mall, dhe sa që thuhet se gjeneratat e para e pritnin këtë muaj 6 muaj me radhë, e lutnin krijuesin e tyre duke thonë: "O Zot, na mundso të jetojmë në Ramazan, ta madhrojmë Allahun në Ramazan, ta arrijmë shpërblimin në Ramazan, ta arrijmë faljen në Ramazan." Dhe 6 muaj me radhë pas Ramazanit thonin: "O Zot, na mundso që veprat tona që të adhuruam gjatë Ramazanit të na pranosh, o Zot." Prandaj nga kjo fjalë kuptojmë se muslimanët e parë kanë pas zemrën e lidhur për Ramazan. Tregon Ebu Hurajra radiallahu an se dy njerëz prej fisit Kuda pranuan Islamin, njëri në fillim e tjetri në fund të vitit. Talha ibn Ubejdullahi e pa në ëndër tjetrin duke hi, i dyti duke hi në xhennet para të parit. Dhe shkoi te pejgamberi, komentatori i mirë i ëndrave, dhe i tha: "Ja Rasulullah, tha, e pash njeriu i cili hini në xhennet para filanit, a thu vallë çfarë punë bani?" Tha ai: "A nuk i fali 6.000 rekate gjatë muajit të Ramazanit? Ai a nuk agjeroi në muajin të Ramazanit? Ai a nuk lexoi Kur'an dhe ashtu me radhë?" Prandaj Ramazani është një jetë e plot. Ai që nuk e shfrytëzon është i humbur. Vllai dashur, përgatit se ky është muaj i veçantë. Përgatitë sinqeritetin tanë, agjerimin ta bëjsh për Allah, namazin ta bëjsh për Allah, të falmen e namazit ta bëjsh për Allah, lëmoshën sadakan për Allah, faljen e namazit natës për Allah, se nëpërmjet sinqeritetit pranohen veprat tua. Ai që përgatit sinqeritet, Allahu ja mundson me bë ibadet që pranohet e Zoti, ndërsa ata që nuk përgatiten dhe nuk kanë sinqeritet në shpirtin e tyre e kanë problem dhe me bë vepra të mira. Prandaj kjo është muaji i Ramazanit, muaji i veçantë që Allahu e ka dalluar. A ke përgatitur dhe a je i vendos në këtë muaj të begatshëm ta madhrosh Allahun ashtu siç meriton Allahu? Ti që ke mëkate 11 muaj, ke jetu në forma të ndryshëm, duke i shkel ndoshta edhe parimet e Zotit, afrojo se shejtant janë të prangosur, dyrët e rahmetit janë të hapur. Muaji i Ramazanit është muaji i sezonit ku është malli i lirë, ku te Allahu subhanahu wa taala me pak vepra arrin shpërblim të madh.
Muj Ramazani të edukon shpirtin tanë, muj Ramazani të edukon gjuhën tënde, muj Ramazani të edukon edhe trupin tanë, muj Ramazani të edukon dhe të sillesh me shoqërinë mirë, muj Ramazani të është i veçantë, me shumë veçori të shumta. Prandaj elusim të madhin Allah që të na bën nga ata që e shfrytëzojmë këtë muaj të veçantë me arrit kënaqësinë e Zotit. Porositë e mia drejtuar këtyre fytyrave të ndritshme, në këtë çarshi që e don Shkupin, në këtë Shkup që e don dhe është i dalluar prej qyteteve tjera që e madhron Zotin, elus të madhin Zot me emrat e Tij dhe cilësitë e Tij të bukur që neve të na bën të dashur këtë dinë dhe këtë Ramazan dhe ta madhrojmë Allahun ashtu siç duhet tamam. Bëhoj i veçantë, madhroj Allahun tanë në këtë muaj të Ramazanit deri në momentin e fundit. Agjëro, se agjërimi të pastron gjunahet dhe agjërim në të cilën pejgamberi alayhis salam ka thonë një njeri i cili agjëron një ditë për hir të Zotit, Allahu ja largon fytyrën nga zjarri i xhehenemit 70 vite larg. Kjo bëhet fjalë për nafile, ndërsa për agjërimin e Ramazanit është shpërblim i veçantë që u cetua pak më herët. Vëllai i nderuar, besimtar të nderuar, falu dhe afroju Zotit tanë mesazh dhe në këtë muaj, se agjërimi është i veçantë në muaj të Ramazanit. Falja namazit është e veçantë në Ramazan, umraja në Ramazan është e veçantë, sadakaja dhe zeqati në Ramazan është i veçantë, bëhoj dhe i ti i veçantë, madhroja Allahun tëndë. Thot Hasan el-Basria rahimahullahu ta'ala, thot Ramazani është mejdan për ata që dojnë të garojnë në vepra të mira dhe të fitojnë kënaqësinë e Zotit. Për fund, thot i madhi Allah në Kur'anin famëlart, që e ka zbrit Kur'anin para 1400 vjetëve në muajin e Ramazan dhe ka thonë: "Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin." Dhe nguteni në shpëtimin e Allahut, duke bërë vepra të mira në të cilin Allahu ka përgatitur xhennet për njerëz të devotshëm, dhe ky muaj Ramazanit është i muaj i devotshmërisë. Elusim Allahun të na bën të devotshëm nëpërmjet këtyre adhurimeve të madhrojmë Allahun, të jetojmë si musliman vazhdimisht. Hadha wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum. Të nderuar, pas ligjërimit të hoxhës, tash edhe erdhi fundi e kësaj tribune. Ju falenderojmë në emër të iniciativës Vepro që keni gjetë kodhin i përgjigjesh pozitivisht ftesës. Për më shumë informacione mbi iniciativën Vepro mund t'i gjeni në faqen e tyre në Facebook Iniciativa Vepro, e deri të aktivitetet e ardhshme besin në mëshirën e Allahut. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.